që në videon e të fut gishtat në Unë kisha tentu mi prej venat. Nuk do isha me vdek, po nuk desha as qysh me jetu. Ka ardhë mami me shpejtësi në dhomë, edhe ja ka nis me bërtit. Më thojke çka ko me bu une, kur ta merr vesh baba jot. kush e ka s***nën të Babit në punë, i kanë thonë që e kem pa që ka bu qika jote. Haj burem, këto kohë është duke qarkulluar një grup në aplikacionin Discord, s'pja përmeni me emrin grupit për shkak çështjeve promovuse, i njëjtë me atë Alp Kings, të lutem reago për këtë, drejtohu tek organet kompetente, që të bllokohet sa më shpejt. Shumë qika po përjetojnë fazën më të keqe të jetës së tyne për shkak se videot e tyne po shpërndahen. Të lutem, më mirë se ti nuk mirë të kërkosh me këtë rast, mos hëm kod, drejtohu në polici me një herë, anonim. Okej, unë e realisht që disa ditë jom të marr me këtë çështje, jom bo pjesë e grupit në Discord, tash për me kuptu natyrën e grupit është krejtësisht mos me thonë identike me Alp Kings, veç dallon platforma. Alp Kings ka qenë në Telegram, kjo është në Discord, po që tash, hajde të këshyrën pak të analizojnë a përmbajtjen, ka 10-ra, 100-ra video këto, grupi i ka rreth ku janë members rreth 10.000 pjesëtar, do me thonë. Njerëz që shkruajnë këto, kërkojnë numra, dërkojnë video vazhdimisht. Tash ti të futemi te çati, çka ka këto? Qëni mëre video se krejt me Ramazan s'janë. Okej, kam dërgu video këto. Na i video që ti knaqin pak ha 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 ha. Kush e ka janën të që në video në të fut gishtat në të njëjtin grup, pa koma par një influencerës ju kam postu po ashtu video intime, nuk po e përmenim për shkak të impaktit që mundet me pas dhe vërullet që mundet me ja jep shpërndarjes të njëjtës video, sidoqoftë ajo ka reagu me një postim i kam shel rrjetet sociale edhe për me pas qartash pasojat psikosociale që i shkaktojnë të viktimat, shpërndarja dhe ekzistenca e këtyne grupeve. Dëgjojeni rrëfimin e një qikeje 18 vjeçare, e cila është përballë me këtë fenomen, edhe hala dhe sot, do me thonë, i bardh pasojat. Ka kalu veç një vit prej rastit saj që ju kam publiku foto dhe video intime, ngojeni që ka thot. Jom kon 17 vjeç. Jom kon një lidhje me një djalë edhe ai ka qenë moshës ime. E kum dasht edhe m'ka dasht, i na nishum mirë ofër njëri tjetrit. Normalisht si e dashur ati, jom një e sigurt. Edhe ku mendu që asnjëherë nuk kam e mlëndu. Jemi kon ofër një vitit lidhja, e kanë ditë edhe familja jame edhe familja ti. Një dit ja kum dërgu do video intime. Gjatë një natë ty fol me ta, m'ka kërku me bo diçka, po une nuk kom pranu. Jena kon t'ju ushty edhe në mes të bisedës m'ka thonë që nëse nuk pranoj me bo që ka kërkuaj, kom i shpërnda videot. Unë menojsha që është në afekt edhe nuk jam mora shumë seriozisht. Kur jom qut nesmen me ngjas, aja ka pasur edhe pasvordin e Instagramit tam. Edhe kishin ardhur qindra mesazhe. Aja kish postu videon në story, në Instagram temin. Mu ka ndalë fryma. Nuk disha çka me bu, në ato momente nuk disha ku gjumu. Veç këqysha si e mirë, edhe thojsha çka ka me ndodh me mu. Nuk kanë kalu as 2 minuta. Ka ardhë mami me shpejtësi në dhomë edhe ja ka nis me bërtit. Më thojke çka ka me bu une kur ta merr vesh baba jot. E majnë men mas një 20 minuta ka ardhë babi prish pune. Ja ka nis me mrej me një herë, ka ushtru dhunë fizike. Në ato momente e ka marrë çantën, e ka bu gati, edhe m'ka thonë, del nga shtëpia, se nuk je mu vajza ime. E kum pa mamin, është mërzit, po s'ka pas çka me bu. Unë shkova te halla, aty kum nejt 2 muj. Për ata 2 muj, asnjë mesazh nuk e kum marrë prej babit tam. Me mamin edhe me motrën jom taku t'inza.
Shumë jom mbyll në vete. Edhe nëse deri në market jom shku, mu ka duk që krejt jon të më këshyrë. E shumë njerëz edhe fjalë të rona më kanë thonë. Kur jom bo 2 muj, isha hala të halla, një shoqe, një kushike, më ka thirrë për mu taku. Jom dal me ta, edhe më ka po sheja në dorë. Unë kisha tentu me i prej venat. Nuk do isha me vdek, po nuk desha as qysh me jetu. Ajo ka shku te prente mije dhe jo ka kallzu. Ata prap kanë marrë në shpe, po mi nxësim këqëshën ftyrë. I ku pas e maj men 65 kila, për 3 muj ku mram 52. Mas disa mujve, diko mas një 8 mujve, kom fillu edhe me seanca. Jom shku te psikologu. Ku kanë kalu diku 4 muj të seanca, ja kom nis me dal, me ec. Ka njerë jom nale dhe me pi një kafe, po me najsha që edhe kamarjeri që po më shërben, po i din edhe i ka po ato vedja. E di që ka pas edhe raste që babit në pun i kanë thonë që e kem po që ka bu qika jote. Edhe i thëshin që kesht kishkun. Prej rastit, e deri me sot kanë kalu 1 vjet e gjys. Familja ka mendu edhe largimin nga Kosova. E di që prent s'kan ftyrë në rrugë me dal, e me vazhdu jetën që kam bu deri tash. Ai që e ka bu krejt qëto, e ka vazhdu jetën e vetë. Pa pasoj, unë e di që nuk jom kon fajtore. As nuk u kom fajton. Po, a di qysh po mdoket, si kur me pas vra dikon. Unë shumë shpresoj që as kujt mos mi ndodh që jam ka ndodh mu. Mu ka shkatru marrëdhënia me familje. Unë e kom ndryshu. Hala ku qona me ngjes, qona me angth, me frikë, qysh ka me kalu dita e sotet. Për krejt ato qika që e kalojnë të njëjtën gjendje, du m'ju thonë që nuk janë turpje. Ato janë viktimat. Dhe se duhet me ditë që jeta atyne vlen ma shumë se gabimi dikuj tjetër. Policia është njoftu me rastin, normalisht ata veç kishin qenë të informuar dhe ishin të marrë me 3-4 grupe të ngjashme të njëjtën kohë që po ashtu operojnë njëjtat rrethana, shpërndajnë video edhe numra të grave, normalisht pa konsent. Tashti që kena me bo, normalisht nuk mëj me zbulu ma shumë për shkak se policia është në fazë të hetimeve. Që ka mëj me bone është me ju kërku juve, me i ndo storjet e juve njëjtë si anonimja tash, normalisht, po ashtu në kushtet të anonimitetit. Kushdo që e ka një rrëfim edhe që ka ra prej e këtyne grupeve, ju inkurajoj me më shkrujt mu privatisht gjithë shka mbetet anonime, që ka përdojna me bo është një kolazh të këtyne rrëfimeve që me vedisu edhe me ekspozu në audiencë sa ma shumë për pasojat sociale, psikologjike që i shkakton ky fenomen.